nga ana tjetër përpiqet ti tregoj njerëzve se ka një forcë magjike, ka ca magjistar me vete, i ka marrë nga Amerika, do bëjnë magji, do fitoj etj. Dhe sot kishte futur në lojë nëpërmjet një çuriku që e mban afër edhe familjen e presidentit Trump. Sipas tij, unë pas kisha bërë një përpjekje që të shkoja në Beograd, prandaj nuk shkova të takoj papën për t'i dhënë lamtumirën pas vdekjes, po prisja të shkoja në Beograd, se në Beograd do shkonte djali i Trumpit dhe aty unë me vllaun tim Vučićin do futesha si fanti spathi dhe do përshëndesja, por kjo nuk që e mundur, sepse kjo dështoi, sepse Shtetet e Bashkuara. Tani, deri këtu, okej, ne i dim këto, po kur shef që detyrohen njerëzit e familjes presidentit Shtetet e Bashkuara që të mohojnë këtë çmenduri, të vjen turp. Realisht vjen turp. Se në fund të ditës atje nuk e di njeri dhe nuk e njeh njeri përveç këtyre që marrin $6 milion për ta njoftë se po të çohet edhe lymi i tytit edhe të paguaj $6 milion vjen Latifi edhe na e prezanton të gjithë. $6 milion për të ardhur herë, për të folë në dasmën e lymit tytit, vjen Latifi pa problem fare. S'ka problem. Problemi është që pa ato $6 milion, as nuk e di njeri kush është lymi. Dhe është e njëjta gjë eksaktësisht. Eksaktësisht, mos e dyshoni fare, është e njëjta gjë, se nuk e dim fare. Dhe çfarë i mbetet në mend? I mbetet Albania, Shqipëria. Ky është një udhëheqës shqiptar. Kjo është një forcë konservatore shqiptare. Një çmenduri totale. Dhe prandaj them nuk di njeriu të qesh apo të qaj. Dhe pastaj, më e bukur, kishte shpërndarë dhe një trakt që të gjithë kandidatët e kënetës nuk duhet shkojnë nëpër media, sepse nga që unë jam i tmerruar që po më afrohet dita e fundit, pas kam imponuar në të gjitha mediat që të flitet vetëm për këtë kontratën, dhe prandaj që të mos sposohet vëmendja e popullit nga programi i Shqipërisë madhështore, duke vajtur këta dhe duke shpjeguar se ku i gjetën $6 milion, ku janë këta patriotë që bashkuan bashkë $6 milion për të treguar në Amerikë se Shqipëria ka një specie të veçantë, se ne specie të veçantë kemi pelikanin kaçurrel në Karavasta, po ka dhe i tjetër specie të veçantë, një buf 80 kusur vjeçar që flet me vete. Si ai papagalli i mbretëreshës Elizabeth, nuk e dini atë, Barsaletën. Dhe për këtë arsye s'to shkojmë më nëpër media. Dhe tani vik tek arsyeja pse jemi këtu. Çdo gjë, hajde se po ja lëm lirisë dhe demokracisë. Po kjo e kontrollit të mediave, nga ana ime, nga ana jonë, është më kulminantja. Unë nuk besoj se ka në ndonjë vend tjetër, në vendet demokratike perëndimore jo, sepse aty mediat nuk janë këneta të angazhuara për kënetën politike. Po as në vendet e tjera më pak, po themi të zhvilluara demokratikisht, nuk ekziston, besoj, një vend ku nuk ka gjatë një fushate elektorale një kanal të vetëm, ku
ku të shofësh njerëz që bëjnë sens kur flasin. Dhe ka që vërtet është kjo sa mjafton t'i referohesh sondazheve. Dalin sondazhet, të gjitha pa përjashtim nga